plus asaj më kanë qujtë edhe kriminal, që më të nëzit në konflikt, më të bë agresivitet, pa po ta shënoj një dënim, tha e ki 500 euro gjobë. Edhe ka shqiptu tjetër në gjobë. Këtë rrugë po e bënte të enjtën me 30 tetor. I shqetësuar nga dhimbja e dhëmbet, Bedri Vllasaliu po ngutej për të arritur në ordinancë. Kjo sipas tij kishte bërë që të mos i dëgjonte as thirrjet e disa zyrtarëve policor. Pavarësisht se thotë që nuk kishte bërë asnjë shkelje, Bedri Vllasaliu dënua me 2 gjoba në vlerë 1000 euro. Për Gazetën Nacionale, Vllasaliu ka treguar se si ndodhi ngjarja. Kam qenë të kalu këtë parkin, se kam shpinë atë në tonë, dhe u dosh me kalu parkin këtuit. Edhe isha me një dhimbje të dhomit shumë të madhe. 2 policë më kishin thirrë po si kum dëgju. Shkaqe që i kisha pasojë të dhimbjet, i kisha krejt të dhomit dhe në krye. Mas asaj, këtu diko nuk e di afërsi qëtu, edhe mu kanë afru se kishin pas thirrë po si kum dëgju. Edhe kur është njeri me të lashet vetët, problemet vetët, shëndetësht, probleme, shme thonë, me ndëgju dikon. Se i ki dhimbje në krye, nuk është diçka në trup, po i ki në krye, ketë bëj. Mas asoj qëtu, më ka frejkë për mas, se kom ditë pe habis e sane pe dhimbtës, nashtë ju më këthy me shpeci, nashtë ju më këthy pak me formë agresiv. Mas ju më këthy, i kom thonë urnoni. Tha, të kena thirë disa herë dhe sjenol. Tha, është në regull. Thash, po unë jam shumë urgjent, edhe kam një kohën e limitume për me shku të një ordinancë me shëru dhomin. Thash, dhe në ora 6 punon ordinanca dhe mas asaj unë s'mëj me shku. Tjera ordinanca që ato e kam për me shku. Edhe mas asaj, si kum nali këtu, edhe kom fillu në aton. Thash, hajde mas, këshëre ku po shkoj. Mu kanë fluk për mas, kanë thonë se apo nalësh, ose në ryshit arrestosh. Jo kom qitë dokumentet, i kanë kërku dokumentet që janë të Kosovës. Jo kom qitë, i kom pas, o ka një kërë ato avër nalë, i kom qitë mjau të kerit edhe më kanë kontrolu kështu tamën që dhët. Tha e kem rutim mi kontrolu njerëz, edhe unë nashti pak shpreja, ta shku e gjithë bashkë mu, kur jo me këtë dhimbje me këto telashe, edhe i tregua pak ma natë tash me telashe të dhomit. Prej aty ka fillu maltretimi me ta, diskutimet ndryshme, plus asaj më kanë qujtë edhe kriminal, se ke desh më na ik, njanit e ke pelirojmë, tjetrit e ke pendalojmë, se ka desh me ik, e fjallët ndryshme nga ta lloj-lloj, që më të nëzit në konflikt, më të bë agresivitet, kurse unë gjatë patrollimit dhe sane nuk jom shit asnjë tru me agresivitet, se me paskon me bë agresivitet, më kishin lidh me pranga, ose më kishin shumë stacion. Edhe më kanë kontrolu komplet, kom nejtë në qëtësi, së më kanë lanë me fol, as më shprej. I kum luzë disa herë që mos të mikë terminit, shkoj, dhe me thonë për në rregullu dhomin, skandasht, e mërën negative çdo sante une, çdo sante kështë që si kum përfill rregullat policisë, si kum nalë, me gjithë se kum një, edhe kështu krejt me dokumente që më kanë plus i kanë montu dësane që nuk o dashë mi montu ata. Policia i kishte shqiptuar 2 dënime, njërin për mospërfillje 500 euro, ndërsa tjetrin për një fjalë fyese në vlerë gjithashtu 500 euro. Unë e kom folë një fjalë, tha që po ta shënoj dënimin edhe nuk e kisha qartë pse më dënu. Tha po ta shënoj një dënim, tha e ki 500 euro gjobë. Thash mos tani shënoj 1, 2, keq mos një fjalë banale pa ka ndodhë, mos të kanë kë. Edhe mas asaj ma këshin dëmëntu ato, në kinë se i kom thonë aty në largo më hish më kë, dhe me thonë. Po, apet 500 euro tjetërin, se kur i thash ashtu, ku me di që shqiptoja, që ka bone, që she kuptoja atë kuptimin, edhe ka shqiptu tjetër në gjobë.
thash në rregull, edhe mas asoj, mas i bënën gjobët, unë nuk më dasht pa prezentën e një avokati, ose dikush prokurora, pa marrë parasysh me qenë me mua atë me lexu këto, se s'm leqen as me lexu. As më ma lexu dikush, me rregull është më ta lexu. Ata nuk e lexun, edhe nuk e nënshkruva arsyet e mia, nuk e nënshkruva, thash se ku me di qa shantazhojnë, edhe qa montojnë me atë fjallën. Dhe mas e këm korrigju pak e shumë të shtëpia se nuk vrejet shumë shkrimi. Mas e këm korrigju ka pak me do detaje, thash po, qa i këm bëne këtyne. Qa të fjallë që mi kanë montu, unë asë njës që këm batu. Se mu pas sjellë ashtë rrugacione, ose me një mënyrë të vrasht, ata jenë kanë 5, kanë mujtë me thirë patrolla, më lidhë, më qunë stacion, nashtë edhe më mojtë 48 ora, që është rregulloria. Vllasaleu bërë të ditur se ka paraqitur ankesë në policinë e Kosovës. Gjithashtu do të parashtroj ankesë edhe në Inspektoratin e Policisë së Kosovës. Mas të në gjobëll, unë kom kërku shumë vena me shku. Në policie kom të një ankesë me shkrim, e kom ba me shkrim, shtu të aman që shdojt. Qysh ka ndodhë rasti, dhe i ku kom rri, edhe përse. E kom që një polici, një ankesë me këtë gjobën që kam ba një njerë. Një inspektoriat të Hajvalia që është, edhe atje kom që një ankesë, edhe kam dërmen, ndoshta edhe në Eulex. Me këto ankesa më drejtu, pa një arsye më ndenu, nuk e të lërëj kërkën. Kjo është një gjobë shumë e madhe për një qytetarë, shumë e madhe, të pas parasysh krejta, situatët të rrogët, nuk e di me çfarë formë, me çfarë ligje kanë ndenu këtë gjobë. Edhe nuk e di sa kanë arsye ata mu, për shembull, nashtë e kom folë një fjalë, diçka banale, nëse kom folë një fjalë banale, pse mi shenu këto gjoba, hajde një pas ka shenu, është tolerancë. Po dytëm pse ka ba. Shumë më ngapën për mu edhe e mërën shpirtin atin ndaj meje. Gjatë kontrollimit të te, ata kanë gjetë diçka dyshim të se? Jo, absolut jo. Pas kuletën e kom pas me dokumentet Kosovës, karta, apo din që shkojnë bankës e... Nga policia Kosovës kanë bërë të ditur se tashmë ankesën e tij e kanë pranuar dhe se janë në shqyrtim.